Me lista e kemi dikun afër 80 përfitues, por shumica për tyre marrin për shembull edhe për tjerë. Mas pakti 36 qenë i ushqej une gjatë ditës. E kjo është një pjesë që mundet me ma lehtu pak. Edhe është një model shumë i mirë që më bë thirrje edhe për shtetin e Kosovës që të paktën më na ndihmu. I want Kosovo to be free of dogs in the streets. And it's possible. I'm from Holland, and Holland is the first country in the world where there are no dogs living in the streets. Sot kemi sjellë rreth 48.000 kg ndihmë, për tyre janë afër 44.000 kg ushqim. Po ka edhe gjëra tjera si për shembull këtu kafaze të plastikës, kafaze të hekurit, edhe gjëra të tjera sigur për shembull për strehim të kafshë për vullnetar që ndihmojnë vetë që kanë kafshë për shembull që kanë nevoja mjekësore. Ky donacion është shumë i rëndësishëm pasi ka shumë vullnetar, për fat mirë kemi shumë vullnetar, por nuk kanë kurrë ndihmë prej askujt dhe për ta është një ndihmë e madhe se paku nuk kanë nevojë me ble ushqimin, po ushqimin ja sigurojmë ne edhe kafaze, kështu që ato kosto që i kanë ato për shembull i përdorin për ndaj mjekim ose për ndaj domethënë për vaksinime. Donacioni është domethënë iniciative Anikosi, shoqata Animas Kosovo, kjo dhërohet prej një organizate të Holandës Vivart quhet, domethënë 48 ton që thash, vlera këtu sot që kemi sjell 2 ngarkesa kalon diku 300.000 euro. Domethënë vetëm këtë herë. Total deri më tani, domethënë edhe 4 ngarkesa më herët që kanë qenë kemi kalu diku 2 milion euro ndihmë. Me lista e kemi dikun afër 80 përfitues, por shumica për tyre marrin për shembull edhe për tjerë. Vjen një person merr për 2-3 vete, domethënë, po afërsisht kemi mbi 100 përfitues, mbi 100 vullnetar. Këtu përfshin të gjitha komunat, pa marrë parasysh për nga vjen për ne na intereson vetëm a është vullnetar edhe ai domethënë ai ndihmon kafshët, ai ushqen kafshët, nuk bën kurrë dallimi, domethënë ka edhe për Veriut, ka edhe për Prizrenit, ka edhe për Gjakovës, edhe për Dragashit. Kjo është hera e tretë që vi, marrmi donacion. Donacioni na kryen shumë punë, edhe jemi shumë të kënaqur. Faleminderit shumë prej kësaj organizate. Kemi qenë të rrugës e Ndacak, kemi maca. Mas pakti 36 qenë i ushqej une gjatë ditës. E kjo është një pjesë që mundet me ma lehtu pak, po pres me marrë ushqim, edhe çdo gjë që na jepet është e mirë se ardhur. Për neve është shumë e rëndësishme, domethënë që ky donacion që ka na jepet për që disa herë se na lehtëson punën si vullnetare që jena në shtetin e Gjakovës, por arsye se ka shumë qanë ndacak të cilët kanë një herë përmesin edhe pa ushqim, kështu që fal Anikosit jeta atyre është shumë më mirë. Sot kena marrë ushqim domethënë për qenusha edhe për maca, edhe disa kafaz, edhe disa gjëra tjera. Edhe është një model shumë i mirë që më bë thirrje edhe për shtetin e Kosovës që të paktën më na ndihmu, më na lehtësua edhe neve. The most important thing is that they don't get puppies anymore. So we need to prevent dogs from being born in the streets. We're also going to look after the dogs that live in the streets, but we have to stop them from reproducing. Kosovo is a really nice country. Small country, so we can organize it here, and all these volunteers and the local veterinarians we work with, they can solve this problem. I want the dogs to have a good life here, but the main thing is to stop them from having babies. If we don't stop them from having babies, we can build shelters. The shelter will be full, and we need to build shelters, and then the whole of Kosovo will be one big dog shelter. So to stop them from reproducing, we need to sterilize them. I want Kosovo to be free of dogs in the streets. And it's possible. I'm from Holland, and Holland is the first country in the world where there are no dogs living in the streets. We're also a small country, and we're able to manage this somewhere in the 1970s, and this is possible for Kosovo too.